përgatiti dhe e përshtati Studio Beka.com. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar dhe të respektuar dëgjues të Radio Pendimit, kudo që jeni, kudo që po na dëgjoni në këto çaste, në këto momente, ju jeni duke dëgjuar Radio Pendimin, Radio Islame në gjuhën shqipe 24 orë me ju online me zvalve të internetit. Allah ma ka mundësu më bëha fëz në moshën 1 vjeçare. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. Në punone për vendet të cilat punohet me alkohol, me mishdjerrit, si në mishtore, unë nuk isha thonë e vëlla me punua të vrapuarit dhe të nxituarit e njeriut në këtë dynja është mas pasurisë edhe familjes, edhe se këto dyja shumë kujt ja hupin kryt në këtë dynja dhe ja humbin gjenetin botën tjetër. Kam Allahu trujt e të forcoft, e të pëshiroft, edhe në gjenet qoft, se tonë për gjenet jemi nis me emër të Zotit. Ka mundsi njeriu gjatë të jetës së saj apo të tij, plakë vjetër e shtyrë mosh, nuk din me mësue Fatihan, tehiatin, salavatin, me çka din ai motër, me çka din nana do të më falë. Nana din me thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kaq. Zdin ma shumë zdin. Le ta thot 7 herë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Po mos dit as me thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin që besej që nuk bëhet pa dit, le të thot Subhanallah 7 herë. E të hiatin poshta, din me thonë shahadetin po le ta thot. Namazin, nana le ta fal, anin nashtën korrik, kam të dhamin, i dëpsot shëndeti fal veç farzet, elhamdulillah, inshallah deka nuk në zën pa namaz. Allah është përblift. Unë parimisht nuk e përkrahja s'pak zgjedhjen e një femre presidente, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, nuk ka më shpëtuar ai popull i cili të parën e tij në qëtë femër. Pra, adaptimi është haram me marrë me bot tonën, ndërsa me marrë një fëmijë për me rrit, me njet me i tregu, nuk është haram, është sevap. është sevap. Ti në gjendje të keqe shumë, dhëmshme. Unë kam frikë që 20 vjet i në gjëna. Ndash me vllaun tonë. Ke bo gjëna kura ke dhanë djalin vllaut. Kanë bo gjënata të cilët të kanë nxit dhe të kanë përkrah me dhanë djalin vllaut. As ka ditë Zoti me falë vllaut të djala? Por kja jotja është e madhe dhe t'i ka e halë dhe dertin tënë që ke la namazin Allahu drejtoft ja Rabbi, inshallah nuk nëzënë vdekja këtë gjendje. Që e ka thue la ilahe illallah për bona gati për namaz për mdel punë. Thuj te namazin e këm lanë mazdore, këm qitë te dera që atje. Edhe nuk po du me një për ta, se kom pun tjera matë meqme dhe matë mira si mbasteje. Ke frikë Allahun te, dhe që po thue. Lanja namazit e, dhe që ka do me thonë? De facto, kjo i bjen se ti ke shkputur marrëdhëniet me Zotin tënë sikur çaj përpara me vllahun e vet e me djalin e vet që thas flas që 20 vjet ose ke. Njëjt. Nuk është kulturë. Nuk bën me akuzue vllahun. Ti mos të fal të vllahu, shkon në rrugë xhamin. E para. E dyta. Edhe mos pëlqeft hoxha. Namazin dohet me falë nëse nuk ke xhami tjetër. Por mos gat mohabet dhe jarani shoqëri. Falë namazin edhe që shkon shpitane. Nëse vajza nin, ajo edhe ka me folë me emër të Zotit. Nëse nuk nin dhe nuk qëtë za, ajo është për të shqetësuar.
Nërsa nëse nin dhe që të za sot dhe pak, me emër Zotë ka me fol. Shoth një i motër, ju shtyhet folurit. Ndikujna i shtyhet të hecërit. Ecë vën, ndikush flet vën, e kështu me radhë. Barke njeriut nuk ngopët kur veç me dhej. Dheja ngopë, s'njihet kur. E ka qëllu i unë vlajët, dhe një marrë shpin hisen tanët, nanës e laznive dhe milan juve nësa ka krejt, e vetë me thonë tani që anë e kam, për i pratë për mësë mërzitni, asë mësë lazni heq. Ka një herë qëllojnë dhe djemë që ashtu, që i kanë kujtën e madhe, regulloj raportet tua me Allahun. Allahu këmë ta kompenzua të nevoj që e ke për burë. Allahu nuk le, të i motë. Me Allah nuk bërë më prish. E me dënja nuk ka fort problem. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar dhe të respektuar dëgjues të Radio Pendimit, kudo që jeni, kudo që po na dëgjoni në këto çaste, në këto momente, ju jeni duke dëgjuar Radio Pendimin, Radio Islame në gjuhën shqipe 24 orë me ju online me zvalve të internetit. Dhe pranoni përshëndetje të sinqerta nga unë Abu Emine në studio 2 në Suedi, po ashtu pranoni përshëndetje edhe nga i tërë stafi i Radio Pendimit. Ne ju përshëndesim si çdo herë me përshëndetjen islame, me përshëndetjen me të cilën na ka mësuar Allahu Azza wa Jall, me përshëndetjen me të cilën janë përshëndetë të gjithë pejgamberët e Allahut Jalla wa Ala, me përshëndetjen e Jannatul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqa, mëshira, shpëtimi Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ju edhe mbi familjet e juaja. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju dëshirojmë sonte të gjithëve mirëseardhje këtu tek ne pranë Radio Pendimit në një emision special ku musafir e kemi doktorin e nderuar doktor Shevqet Krasnisin. Po ashtu vëllezër dhe motra, kemi musafir edhe hafëzin e vogël, Jasirin, të birin e doktor Shevqet Krasnisit, ku inshallah së shpejti edhe do t'ja udhojmë fjallën. Pra ashtu siç ju kemi paralajmëruar në faqen zyrtare të Radio Pendimit, pra për emisionin e sotit me doktorin e nderuar doktor Shevqet Krasnisin, ku inshallah doktori do të na mban së pari një ligjërat të shkurtë dhe pas asaj ligjërate ne do ta bëjmë një pauzë të shkurtë edhe pas pauzës inshallah ju do të keni mundësi t'i parashtroni pyetje doktorit të nderuar doktor Shevqet Krasnisit. Vëllezër dhe motra, pa humbur fare kohë, ne inshallah edhe do t'ja dhojmë fjalën hafëzit të vogël, hafëzit Jasir Krasnisit. Së pari i dëshirojmë mirëseardhje sonte këtu tek ne në studion ton në Radio Pendimi. Kjo është hera e parë që hafëzi vogël të prezanton këtu pranë Radio Pendimit dhe inshallah ne nuk do ta mundojmë shumë, por vetëm 2 pyetje i kanë për hafëzin. Së pari hafëz, asalamu alaikum. Aleikum salam. Të dëshirojmë mirëseardhje. Faleminderit. Jam i bindën që shumë nga dëgjuesit tanë kanë dëshirë me ditë se sa vjeçar je. Unë jam 14 vjeçar. 14 vjeçar. Dhe për sa ta ka mundsuar Allahu Azza wa Jall të bëhesh hafëz? Allahu ma ka mundsuar më bëj hafëz në moshën 11 vjeçare. 11 vjeçare, dhe më thonë për sa vite? Për 2 vite e pak. Mashallah. Atëherë hafëz, na trego inshallah se çka kemi lexuar prej Kuranit famlar. Kam lexuar një pjesë të surës Mudaththir. Mirë, mundesh me fillu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. Afos Allah që pëbleft me xhenetin Firdaus. Ne nuk do të mundojmë më shumë dhe inshallah vëllezër dhe motra së shpejti tash do t'ja lëmë edhe fjalën doktorit të nderuar doktor Shevqet Krasniqit. Po të nderuar vëllezër dhe motra dhe ne inshallah së shpejti tash pra do t'ja lëmë fjalën doktor Shevqet Krasniqit, por para se me ia dhon fjalën ne doktorit I dëshirojmë mirë se ardhje sonte këtu tek ne në Radio Pendimin. Sigurisht vëllezër dhe motra që ky rast është me të vërtet një privilegj I madh për mua që të kem musafir doktorin, doktor Shevqet Krasniqin, për herë të parë në studio 2 në Suedi. Doktor, elus Allahun azza wa jall që Allahu të shpërblen me xhennetul Firdausin për çdo hap që ke marrë dhe ke ardhur tek ne të na vizitoj së pari, po ashtu inshallah edhe të na japësh disa këshilla. Faleminderit, Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju ndihmoft për punën që po e bëni dhe tonëve në xhenetit qoftë. Edhe për mua gjithashtu është nder tim përballë, anëpse me perde kisha me quajtur kushtimisht vëllezërve dhe motrave të mi, gjithë atyre dëgjuesve të shumt, që numri I tyre është vërtet I madh, gjithandej nëpër Evropë, ku ata janë mësuar të më dëgjojnë mua nga Radio Kosovë e Lirë, prej Prishtinës atje që do të martë, e kësaj radhe është pak ndryshe të më dëgjojnë nga Skandinavia, konkretisht nga Malmo, po të njëjtit dëgjues, të njëjtit dashamir. Andaj gjithherë kam kënaqësinë të jem pranë me ta, pranë tyre dhe me ta qoftë nëpër xhamia, tribuna, qoftë edhe nëpërmjet kësaj radio të bekuar, Radio Kosovës Lirë, Krenarisë dhe radiove tjera, sepse thjeshtu kemi bërç dhe njeriu nderohet me vëllezërit dhe motrat e tij, forcohet me vëllezërit dhe motrat e tij dhe paguhet te I madhi Allah për shërbimin që u bën muslimanëve për vizitën të cilën u bën, e që edhe kjo është një pjesë e saj kësaj radhe inshallah taala. Andaj faleminderit edhe për ftesë dhe mirë se u gjej. Faleminderit edhe një doktor, Allah shpërblet, dhe ne inshallah do të dhojmë fjalën ku ti do të na bësh një ligjërat të shkurtër ashtu 20 minuta gjysore dhe inshallah pas kësaj ligjërate vëllezër dhe motra ne do ta bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pas pauzës do të rikthehemi ku ju inshallah do të keni mundësi edhe ti parastroni pyetjet e juaja
që keni për doktor Shefqet Krasniqin. Atëherë doktor, fjala është për ty. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Natyrisht ne falenderojmë Allahun e madhruar. E kanë ta falenderojmë nëse nuk e falenderojmë Zotin ton. Dhe kanë ta madhrojmë nëse nuk e madhrojmë Zotin ton. Tebaraka wa ta'ala, i cili na ka nderuar, i cili na ka dalluar, na ka privilegjuar me tana këto të mira, me të cilat jemi duke jetuar dhe duke i shijuar, ku e lusim të madhen Allah, që të mira që ne ka dhënë Allahu me na i rujt, e të njëjtin kohë edhe me na i shtue, se të mirat Allahut janë të shumta, Tebaraka wa ta'ala. Edhe njëherë përsëris kam kënaqësinë që të jem drejt për së drejti në studio të kësaj radioje të bekuar, e cila tashmë ka zonë vend në zemrat e muslimanëve në për Evropë, dhe kjo është prej punës të cilën e bëjnë këta djem të vyshëm për të ngritur fjalën e të madhet Allah Azza wa Jall. Por sa që meritojnë këta për punët të cilën janë duke e bërë, si ata në Vjenë, ashtu edhe këta këtu në Malmo dhe të tjerë në Kosovë, po edhe të radiove tjera, natyrisht pa janë shkaluar. Gjithashtu, një merit veçante kanë edhe ndëgjust, të cilët gjithherë i shoqërojnë këto radio të bekuara, i përcjellin dhe mundohen të përfitojnë prej tyre. Është një fush veprimi e shkëlqyeshme, është një derë mjaft e madhe nëpërmjet të cilës kanë shans të futen muslimanët e vendeve tona që kuptojnë gjuhën tonë e që qëndrojnë përkohësisht në këtë Evropë. Është një urë lidhëse e shkëlqyeshme dhe ndoshta për momentin edhe pa zavendësuar, e cila i lidh hoxhallar të ndryshëm me bashkëdhëtar të tyre të cilët jetojnë të shpërndarë për këtë Evropë. Të shpërndarë, dhe thujnë dash edhe të shkapërderdhur, sepse ka derë i Zotit i ka sjellë në për vendet të ndryshme. Nuk janë organizuar për të sistemuar në vendet të caktuara dhe në zonat të caktuara, por të gjithë me kader caktim të Zotit kanë shkuar andej dhe këndej dhe janë shpërndarë në për krejt këtë Evropë. Dhe janë larguar prej vatanit tyre, janë larguar edhe prej hoxhallarëve tyre. Nuk po themi larguar prej fesë, sepse njeriu për asnjë moment nuk guxon të largohet prej fesë. Njeriu mund të ndrojë vendbanimin e tij, mund të ndrojë edhe pasaportën e tij, nga një herë dhe jo rrallëherë edhe gjuhën e tij e ndron, por identitetin e tij fetar asnjëherë nuk guxon të luajë me te, të ndrojë atë. Nuk mund ta lë identitetin e tij edhe të zhveshet nga ai. Ta lën vatanin e tij, vendlindjen e tij dhe të zhveshet. Gjatë që ka pak edhe ka ndodhur herëherë tek një pjesë jo e vogël e vëllezërve dhe motrave tona, në veçanti të një pjesë të rinisë, të cilët kanë menduar se me shkuarjen e tyre në Evropë, feja duhet lehet në Ballkan, në vendet e tyre, fshatrat, qytetet, shtëpijat e tyre, dhe se në Evropë nuk ka islam. Duke menduar
se është vështirë të praktikohet, se me islam do të luftohet, se nuk do të ketë vend për të inkuadruar në një shoqëri të re evropiane të modernizuar, etj. Gjatë që ka qenë gabim i madh fatal dhe shumë kujt i ka kushtuar shumë, por falë Zotit nëpërmjet këtyre radiove dhe webfaqeve të ndryshme të internetit kanë filluar sërish të lidhin, të kyqin lidhet e tyre, dhe ata që kanë pas të kyqura të forcojnë, duke u arsimuar, duke mësuar për fenë e Zotit. Dhe alhamdulillah prej Allahut rezultatet janë të qarta. Edhe këtë vizitë cilën e ka marrur gjatë këtyre ditëve, po edhe gjatë ditëve në vijim, sa do të jem në Skandinavi, i shoqëruar me hafuzin e vogël Yasirin, të cilin posa e dëgjuat. Edhe gjatë kësaj vizite jam bindur sërish dhe jam qetësuar edhe më shumë për komunitetin ton shqiptar musliman, të cilët e kanë marrë rrugën e gërbetit nga nevoja ekonomike, sociale, po edhe politike shumë prej tyre. Mirë po, elhamdulillah, Allah i madhruar nuk ka dasht me lanë këtë popull pa fe. Allah i madhruar nuk ka dasht me lanë këta njerëz me u gjvesh tërësisht nga identiteti i tyre fetar, me u gjveshur nga feja, por Allahu ka dashur që tu ajep dynjan dhe u ka dhanë, por tu ajep edhe ahiretin, tu ajep edhe dinin dhe islamin, dhe u ka dhanë dhe po ajep. Dhe se dëshmi e tillë, dhe se dëshmi për këtë dëshmi e gjallë, janë xhamia të ndërtuara gjithsesi të improvizuara, gjithandej në vende të ndryshme të Evropës, dhe shoqata të ndryshme nëpërmjet të cilave organizohet jeta fetare e bashkëdhetarëve tonë në diasporë, edhe mes veti lidhen edhe nëpërmjet këtyre radiove të bekuara, të cilat nuk ngurojnë për të kontribuar qytetarëve tanë, e që ne mendoj se është një prej rrugëve të forta të xhihadit, është një prej punëve të mëdha të cilat janë duke i bërë këta djem edhe që duhet të bëjnë edhe më tej, e gjithsesi shpërblimin e madh e presin këta ashtu që e presim ne, po edhe ju bashkë me neve, në ditën kur ka thonë i madhi Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin selim, atë ditë kur nuk do të ketë njeriu dobi as prej pasurisë, as prej familjes, për të cilët kujdeset më së shumti në këtë dynja, i ka cekur këtu dy elemente apo këta dy faktor, sepse më herët Allah i madhruar në 10 ajete kuranore na ka cekur edhe në anën tjetër na ka tërhekur vrejtjen se kënaqësia më e madhe gjithsesi të vrapuarit dhe të nxituarit e njeriut në këtë dynja është mas pasurisë edhe familjes, edhe se këto dyja shumë kujt ja hupin kryt në këtë dynja dhe ja humbin xhenetin botën tjetër. Kanë vrapuar dhe vrapojnë njerëzit për të zënë pasuri edhe për të shtuar në familje, por harrojnë se nese nuk do të ketë dobi as prej familjes, as prej pasurisë, por do të ketë dobi prej veprave të mira që kanë bërë, illa man ata Allah bi qalbin selim, përpas atyre të cilët vinë të Zoti, gjithsesi shkojnë të Zoti me zemër të shëndosh. E zemra shëndosh është ajo zemër e cila ka besuar Allahun Tebareke wa Taala një, ashtu që shkërkon Zoti prej arabëve të tij të besohet, si mbas rregullave të cilat i ka definuar dhe sqaruar në Kur'anin e madhruar, dhe si mbas mësimeve të cilat i ka përcjellur pejgamberi dhe i dashur i tij
Muhamedi alayhi salatu wassalam, të besohet Allahu, të adhurohet dhe të madhrohet dhe të punohet për botën tjetër, sepse nuk mjafton asnjëherë të besohet e mos të punohet, e aq më pak të punohet pa u besuar, janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, e ai i cili punon për botën tjetër, ai me emrin e Zotit do të jetë i lumtur dhe i shpëtuar në ditën e Kiametit. E inshallah taala kjo punë, të cilën jeni duke bërë edhe ju këtu në këtë staf dhe në radiot e tjera, po edhe dëgjues ton të bekuar dhe të mrekullueshëm, të cilët e freskojnë jo vetëm këtë radio, por çdo ligjërat, çdo tribun dhe çdo radio tjetër në forma të ndryshme, të cilat i kanë të mundshme kompetencë, i kanë dispozicion. Është një dëshmi e gjallë se ky popull, gjithsesi ky komunitet i joni, i shpërndarë për këtë Evropë, për çdo ditë po vetë dijesohet, po e kupton se duhet të kthehet në thojza nëse veç është larguar nga identiteti i tij fetar, të kapet fort për litarin e të madhit Allah, çka thon Allahu, wa atasimu bihablillahi, kapno shumë për litarin e Zotit, kapno shumë për Kur'anin e Allahut dhe për sunetin e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dhe fatmirësisht asnjëherë ky përqafim i fort i Kur'anit dhe sunetit nuk bie ndesh me rregullat dhe ligjet dhe jetën të cilën e jetojnë këta bashkëdhetar në Evropë. Pra askush deri më tash nuk ka dalë në Evropë edhe me thonë se është ndaluar të identifikohesh si musliman dhe të kryesh ritet tua që i ke obligative prej Zotit tënë e në fenë tënde. Pra është një hapësirë e mirë, e dhanë dhe mundshme që musliman të praktikojnë fenë e tyre, e nuk kanë asnjë arsye nesër para të madhit Allah azza wa jall të arsetohen dhe të justifikohen. Ashtu që nuk kemi ne arsye nga ana jon si kuadër fetar për çka edhe jemi shkolluar dhe kemi marrë emanet që të punojmë natën dhe ditën atë sa kemi mundësi, natyrisht duke pranuar se jemi të mëngët, por megjithatë me mundu me punu për me vetë dijesu qytetarët, vëllezërit tanë, me atë dije të vogël, sa do të vogël që na ka dhënë i madhi Allah apo na ka mundsuar Allahu ta marrim prej Kuranit dhe Sunetit edhe librave të dietarëve të hershëm, e t'u përcjellëm në gjuhën tonë, me dialektin tonë, me fjalorin tonë, me mentalitetin tonë, t'u përcjellëm vëllezërve dhe motrave të gjitha moshave dhe gjinive dhe shoqërive, si në Kosovë, ashtu edhe në diasporë, sepse sa që kemë obligim ndaj vëllezërve dhe motrave gjithsesi qytetarëve tanë atje në Kosovë, kemi edhe po aq obligim edhe ndaj atyre të cilët janë jashtë saj, gjithsesi në për Evropë, sepse ata janë bij edhe bija tonë, janë vëllezër dhe motra tonë, janë prind tanë, ndaj të cilëve kemi shumë obligim dhe kemi emanet ne nga atje poshtë, po bashkë me vëllezër të cilët qëndrojnë të shpërndarë për xhamia të ndryshme në për Evropë dhe të shoqëruar me këto radio të cilat na lidhin e bojnë lidhjen mes nesh dhe mes qytetarëve tanë, që të gjithë ta kryejmë një detyrë, një obligim, minimumi që nesër kur dalemi para të madhit Allah azza wa jall të dalemi faqe bardhë, sepse deka është hak, duhet me vdek, dhe njeriu veç një herë vdes, e nuk vdes dy herë, dhe njeriu kur më nuk ka mundësi me u kthye në këtë dynja, le të pendohet sa të do, vjen momenti i vdekjes, dhe njeriu dohet me dalë para Zotit, ndash me dur plot, ndash me duar thatë të zbrasta, për atë kujtov tash, se dikur do të kujtohesh, por do të bëhet vën, atëherë kur thuhet, iqra kitabek, kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, lezaje librin tënd, librin e gjunaheve dhe të sevapeve, në të cilin janë të përmbledhura veprat tua krejt, urdhëro dhe lexo atë libër para se me fillue ende gjykimi, kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, të mjafton ty sot
vetë llogaria jote, me llogariti vetveten tënde, para se me fillue gjykatës supreme me të llogaritur la ilaha illa Allah, e me të marrë pyetje, para saj e lexon librin dhe e shef se çka ke bërë, dhe sigurisht kemi u gëzuar shumë kur e sheh se ke punu punë të mira, dhe sigurisht kemi u penduar shumë dhe kemi u mërzitur shumë kur e shef se ke punuar vepra të këqija, të cilat edhe ato janë ruajtur dhe janë tubuar, edhe tash të paraqiten ditën e gjykimit, e atë ditë nuk ka t'ja mban njeriu, e para se marta ajo ditë, e kemi këti ditë dhe këto ditë dhe këto vite, dhe këti jetë një dispozicion, ku i madhi Allah në ka dhënë shumë mundësi, me u afruar të i madhi Allah, me marrë dy janë, por gjithsesi me pas synim ahiretin, kënaqësinë të madhit Allah Azza wa Jall, me synuar xhenetin vllazën dhe motra, dhe me kuptuar që është tepër më rëndësi konceptin e kësaj dynjaje dhe konceptin e botës tjetër, me dallue jetën tënde të kësaj bote dhe synimin të cilin e ke për botën tjetër, dua të them se duhet ta dallosh rëndësinë dhe peshën e kësaj dynjaje nga rëndësia dhe pesha e botës tjetër. Duhet ta kuptojmë se ne si musliman jemi krijuar për botën tjetër, ndërsa kjo botë është krijuar për ne, e ne nuk jemi krijuar për këtë botë, por jemi krijuar për xhenet. Ne inshallah jemi bijt e xhenetit, e nuk jemi bijt e dynjas. Nuk dojmë të qëndrojmë për gjithmonë në këtë dynja, nuk dojmë të marrim të të mirat e kësaj dynjaje, të cilat mund na mashtrojnë nga të mirat e ahiretit, apo të në largojnë, apo thuaj ndash ma preciz, Allahu mos na dhash dynjan e cila bëhet shkak me në larguar nga ahireti, nga Allahu, dhe me na humb ahiretin, por na dhash për dynjas atë sa kemi nevojë dhe atë sa dynjaja na ndihmon që ne përmjet saj ta fitojmë ahiretin, ta fitojmë xhenetin. Ne jemi nisur për xhenet, e synojmë xhenetin e mrekullueshëm dhe të bekuar, andaj duhet të punojmë shumë për atë xhenet, sepse xheneti nuk vihet duar kryq, nuk vihet duke qëndruar në kokër shpine si shtat populli, por duhet me u lodh, duhet me u punu. Ajo punë është madhrimi të madhit Allah Azza wa Jall, dhe me kalue jetën simbas katalogut që quhet Kur'an, që Allah ka zbritur për ne, i cili udhëzon dhe i drejton njerëzit në rrugën e mbar dhe në rrugën e vërtet, dhe u tregon njerëzve se si duhet jetuar nga djepi deri në varr, prej lindjes deri në vdekje, dhe nesër asesi prapë përsëris nuk kemi arsye për atë madhit Allah Azza wa Jall, e ne nuk po dojmë të lejojmë që nesër kur dalemi para Zotit, Allahu mos e dhash, të mundohem apo të jem për atyre të cilët mundohen dhe përpiqen me gjithë arsye djathtas dhe majtas, por dom të jem krenar në botën tjetër, që jemi krenar në këtë botë, dom të jem të dalluar në botën tjetër, që jemi të dalluar në këtë botë, dojmë të jem të privilegjuar në atë botë, që jemi këtë botë, doam të jem të qetë kur dalim para të madhit Allah Azza wa Jall, që jemi shumë të qetë dhe të lumtur në këtë dynja, përderisa kemi imanin në zemrat tona dhe kemi Kur'anin në duar tona dhe e kena sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kemi këtë islam me të cilin jetojmë, të cilin shumë dojmë, me të cilin punojmë dhe me të cilin shpresojmë shumë të i madhi Allah, që me të vdesim edhe me të ringjallemi me emrin e Zotit dhe me të takojmë të madhin Allah Azza wa Jall. Allahu na mëshiroft të gjithëve ja Rabbel Alamin, sa të jemi në këtë dynja, e na mëshiroft në veçanti në momentin e fundit, kur kemi me dalë prej kësaj dynjaje, ku më së shumë të kemi nevojë për mëshirën e të madhit Allah. Allahu na forcoft në atë moment, në momentin e vdekjes, dhe na mundsoft me dalë prej kësaj dynjaje me fjalën la ilaha illa Allah, e na mundsoft i madhi Allah Azza wa Jall, që me këtë fjalë dhe me takuar të madhin Allah nesër kur dalemi para ti te bareke wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpërbleft të gjithëve dhe ju nderoft dhe tanëve në xhenet ju qoft. Amin, amin, Allahumma amin. Doktor i nderuar, Allah shpërbleft në xhenetul Firdausin për këto fjalë
për këto këshilla, për këtë ligjërat të shkurtër, besojmë inshallah që edhe kemi dobi nga fjalët tua. E lutim edhe Allahun Azza wa Jall që për çdo hap që ke marrë edhe ke ardhur në vizitën e që Allahu ta paguon për çdo hap. Vëllezër dhe motra, ne inshallah do ta bëjmë një pauzë të shkurtër dhe inshallah do të rikthehemi sërish dhe ku ju do të keni mundësi inshallah edhe të parashtroni pyetjet e juaja, të bëni pyetje doktorit të nderuar, doktor Shevqet Krasniqit. Deri atëherë, selam aleikum. Po të nderuar vëllezër dhe motra, u rikthym sërish në emision dhe për ju tash mbetet vetëm të na kontaktoni edhe inshallah ti parashtroni pyetjet e juaja. Numri kontaktues është 0046 765 5488 75. Do ta përsërisim edhe një herë 0046 765 5488 75, pra në studio 2 në Suedi. Ne telefonatet e juaja sigurisht që i mirëpresim. Kam një pyetje për vozën. E kam burri jam punon me një mishtore, një slakteri, që punon ato që prej misht deri të luftë shtu pasra, ashtu ka me punuën, ato me kastruën, me pasu diamin e derit. Edhe kisha pas dëshirë me ditën, a është Suedia veni kufër që po thoj shumë xhallah si kam njerë. Bismillahirrahmanirrahim. Në punone për vendet të cilat punohet me alkohol, me mishderet, si mishtore, unë nuk isha thonë ai vëlla me punu aty. Më e punë më duket shumë e keqe. E punë më duket shumë e keqe. Punë shumë e nënçmuar. Në përdore diçka që Allahu ka bërë të ndytë. E ka bërë haram. Është e vërtet se ka pak vështërsi, sepse më njerë mund pasaj pyetja, po duhet punuar dikund, por përgjigja prapa sen se Allahu rrezikun nuk e ka lënë haram. Allahu i madhruar nuk e ka lënë rrezikun në haram, por njerëzit e kërkojnë në haram. Allahu i madhruar ka thonë ai cili tutet Zotit, pra ruhet prej harameve, dhe kërkon rrezik halal, ka me furnizu Zoti, ka me qujdarë dhe rrezik ka se shkon mendja fare. Edhe ju e ka me qu Zoti rrezik me emër tina. E sa për këtë pyetje si dytë, sa është Suedia shtet kufër, që po thojnë disa hoxhallar, e mirë kallëzëm ti mund çka po duhet ty ajo punë. Dhe çka po të hyn nudhe ajo punë e Gjermanisë dhe Suedisë dhe vendeve tjera. Në lidhje me jetën tënde personale, po më intereson. Me jetën tënde çka? Ti ke pranuar me ardhmë me jetu në një vend si Suedia masi e përmende, apo le tjetë Gjermania, Finlanda, ku ta diun, ke pranuar me jetu. Dhe ke pranuar me marrë letrat e këtij vendi, edhe ndoshta në shtetësinë, dhe me hangër dhe me pi, pe këtij vendi me ushqy dhe e bërë qytetari kësajna. Këta çka? Automatikisht kur bësh qytetari një vendi, ke edhe obligimin dhe ati vendit. Ke obligimin dhe ati vendit, për gjithmonë duke ruajtur identitetin tënd fetar. Sepse ky shtet nuk të bën ty presion me qit për i dinit, të bën presion psikologjik, por këtë presion psikologjik e ke edhe në vendet tua në Kosovë dhe Gjetiju atje. Andaj nuk të hynu dhe ty, nuk të pengon proceset e tua të përditshme, tjetës përditshme, nuk të pengon ty aja, se Suedia dhe vendet tjera evropiana janë vend qofer, a nuk janë. Për të arsye, mos u lëni me kësa pyetje, se veç u apështilën dhe u atrazojnë dhe u amjegullojnë shumë çështje, nga të cilat mund të kene edhe pasoja. Po. Ne marrim telefonatën e radhës, e përshëndesim. Selam aleikum. Selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Kam një pyetje të vogël. Po, motër vetëm vazhdoni. Allah e përflet me xhenet,
Zoti është përblejt me të mira që po na jep një këto këshilla muslimane. Desha të bëj një pyetje për nana. Nana ime i fal gjitha vaktet, ka shumë smundje në trupin e vet, po krejt i ato i përballon dhe namazin nuk e lën. Po nana më tha me po pyetje se nana shahet krejti këto e nam rrugjakin nuk e din, edhe te hijatin. E a mund të më fal nana pa te hijat, edhe pa elhamdulillah. Po nana asë në ditë shkollë nuk e ka, asë nuk din shkrim, asë nuk din lexim, vetëm çysh në mësuar ka këtyre veshë që shën fal. Motër pyetja është e qartë, kemi ndonjë pyetje tjetër? Apo thu falet në? Që po vjen në xhenet. Edhe unë jam si fillestare ku fillon u fal. Po motër vetëm pak, doktori po pyet, ti po thu se nana falet 5 kohë të namazit. Po ta zotë nana falet, dhe falet në karri, si po ndo pyetje ku thonë apo më fal në karri, se është smut pikojve, ka shumë smundje në trot. Më keni thonë që bën më fal në karri, namazin nuk e lën. Po te jatin edhe elhamdulillah nuk e din nana. Rregull motër, pyetja është e qartë. Edhe pyetja e dytë ku fillon si fillestare. Allahu ti falenderoj më fare që ka udhën këtë rrugë, edhe ty falenderoj Zotit në radio të ndihmit të ndëgju. Po gjithë do të thashë që krasni që Allah është për bërë në xhenet. Po si fillestare ka një herë po gaboj që na. Kam ku gabu ka gjashun ja ku nisë kot namaz. Allah e trojt. Motër pyetjet janë të qarta, përshëndetje. Amen. Amin edhe juve. Selam aleikum për ju. Selam aleikum rahmetullah. Aleikum selam, Allahu trujt, e të forcoft, e të mëshiroft, edhe në xhenet qoftë, se tonë për xhenet jemi nis me emër të Zotit. Dhe shumë shpresojmë të Allahu që stacioni e fundit e kem xhenetin inshallahu taala. Këtë pyetjen e dytë, unë e pata me ta bëj ty për t'ju përgjigje. Sepse nana falet, po e bia falet, la ilaha illallah, nana falet për veti, e bia falet për veti, për t'ju përgjigje Allah që përbleft, bia e saj, ja ka nisë më falë frik. Elhamdulillah që ka zbrit rahmet prej Zotit, edhe të shumë mirë shprehje falenderova Allahun dhe falendero shumë falendero thujo Zot. Ti me mshiren tande, zgjedhe, dallove, mshirove, nderove, dhe unë nuk mëj me të falenderu ty qysh lartë madhëria jo të meritan. E lutë Allahun me të forcue këtë iman në zemrën tënde e me të hjeshue namazin, me të zbukurue namazin, me dash namazin shumë. Sepse dashuria namazit është shenjë fort e imanit. Sa ma shumë që e dën njeriu namazin, po dhe vepra tjera të islamit, si leximin e Koranit, si agjerimin e tjerë, por për them namazin, sepse namazi është kryesor dhe është i përditshëm, sa ma shumë që ta dën, aq muslimani fort është. Pra, Allahu na ka lënë farlloj peshoj edhe në këtë dynja, me këqyr na me mat vetën tonë, sa jena të mirë dhe sa jena të ngritur dhe sa e kena imanin e fort. Matë vetën tënde. Sa i dën veprat e mira dhe sa i urrejn veprat e këqija. Me sa vullnet dhe me dëshirë hyn në namaz dhe bën punë tjera të mira dhe sa fort i urrejn punë të këqija, qaq e ke imanin e fort dhe aq i ngritur te madhi Allah. Allahu të forcoj për çka bën ka pak nuk prish punë edhe ne gabojmë ton gabojmë. E marrim telefonatën e radhës, e përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Sëpari ju të shëndes juve dhe për e bëjmen, po ashtu dhe vojën e ndëruar dhe për Shëqet Krasniqe dhe Jasërin Hafuzin, dhe dhe në të taca në një shkëtë në Shqipëri, dikon mbi 170 katone fshatra ishte vetëm një hoqë. Ku vërtet kjo është një, do të mashtu një përkeqarje. Qa më ndërni për këto dhe brace që fatkeqësisht jënë konë, ja kam të i kalu dhe shtetë në Skandinavi, do dhe më duke nga jure ku një për 8 dit, do dhe të 7 brace. Dhe pirja të banit, unë para një 2 metre me një radio tjetër, ju të regohet të dhëtë këtë që aku mi nga ju, që çdo sen që të pronë është haram të dhëtë dhe ishte të dohone dhe i më të regojt të mu që në Koran nuk shumë dhe i tregohet që Korani në atë kohë do të s'ka ekzistuar, do të dohone dhe dohone është haram dhe nuk mujtë më marrë vesh. Dhe është mjekra për mashkull vazhip dhe
çka mendoni këtë datë për zgjedhjen e një femre të si presidente e Kosovës? Vetëm te motra e cila pyti për nanën e saj dhe e kem bërsh nuk bën Milan. Po pra, nuk bën Milan për të gjitha saj nane, e cila është e vjetër, e shtyrë në mosh, por e dënë namazin, zemrën e ka që nësh, trupin e ka të smut, por zemrën e ka që nësh. Zemrën ka të shëndosh, sepse dënë Allahun dhe ajo zemrë nuk është e qetë për e madhru Allahun, që është zemrë është nësh. Nuk është zemrë e qetë për e madhru krijuesin e zemrës, sa është Allahu i madhruar, la ilaha illa Allah. Sa herë kemi thonë se namazin duhet me falë dhe nuk ka asë një arsye për namaz. Në asë një mënyrë nuk ka arsye me lanë namazin. Asë një arsye. E pastaj, sa din me falë dhe sa nuk din me falë, nuk janë fort me rëndësi. Ka mundsi njeri gjatë të jetës së saj apo të tij, plakë vjetër e shtyrë mosh, nuk din me mësue Fatihan, tehiatin, salavatin, me çka din ai motër, me çka din nana do të më fal. Nana din me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Kaq. S'din ma shumë s'din. Le ta thot 7 herë elhamdulillahi rabbil alamin. Po mos dit as me thonë elhamdulillahi rabbil alamin që besoj që nuk bëhet pa dit, le të thot subhanallah 7 herë. E tehiatin poshta, din me thonë shahadetin po le ta thot. Namazin nana le ta fal, anë nashtën korrik, kam të dhamin, i dëpsot shëndeti fal veç farzet, elhamdulillah inshallah deka nuk në zën pa namaz. Allah është përbleft. E të këvlau i vështë rësë, këthejhemi, Zotë është përbleft edhe këta, për komplimente, për punën e zgjedhjes së presidencës, që me thonë, hoxha, kalzëm ti mu? Që ka me thonë? Natyrisht ne nuk e njohëm person shumë i panjohur. Unë parimisht nuk e përkrahja as pak zgjedhjen e një femre presidente, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë nuk ka më shpëtuar ai popull i cili të parën e tij na qet femër. Pra, s'ka hajër në atë popull me fjalë katunët kështu. Nuk ka hajër në atë popull e as bereqet që të parën e ty në qesin femër. Që ka të thëtë se mashkull në Kosovë nuk ka. Krejt tashmu grajin ana. Prej sodit, mashkull në Kosovë nuk ka. Krejt femra, gjenia femrore, edhe na më zëma keq për neve, veç më shpërngull që kanë sot di dikon, se ka vën ball, ja me kap kryt në dorë me dal me hub dikon, më myt nai, s'di njëra s'ku mytët atë çka bën as. Allahu na drejtoft, na mëshiroft, pasha Zotin ke puna është më mërzit. Aja mund t'jetë qike mirë, grua e mirë, nane e mirë, femën e mirë, intelektuale e mirë, nuk guzojnë anë me akuzua si person atë natyrisht, duhet jemi të sigur dhe sinqert. Unë s'po flas si person ajo, me çfarë karakteri dhe çfarë përgatitje dhe çfarë profesioni ka, sepse as pak nuk e njoh dhe hala amnes, po më jam mësoj mirë që 4-5 herë që ja lexoja fjetën me sa po di se kishte amnin, nuk e di. Në faram në pak sa ka po së do të tjetë zgjedhni presidente Kosovës, Zoti na qoftë në hajër, ja Rabbil Alamin, po ati fete, jo afjete, se nga të pas na pas, së do të tjetë, Allahu e zgjedh hajrin për neve, çështje pak sa e prekshme, edhe më e prekshme për mua është destabiliteti politik i cili po krijohet shumë shpejt në Kosovë, dhe unë jam shumë i bindur për këtë, edhe kjo është edhe një argument, një dëshmi që ma vërtetën mua atë që kam thonë edhe ma heret, edhe në gazetë, në shkrimi, po edhe në ligjerata, se po e dëshmojnë krerët e partive tona politike, se nuk e madhrojnë, nuk e çmojnë Kosovën sa çmojnë dhe vlerësojnë partitë e tyre, shkamin, korriken dhe interesin personal e partijak. Kur për jetë, të asnjë deri me tash, nuk ka vërtetuar se interesi kombëtar, advetar, s'po flas fetar të ta fes kanë, por kombëtar dhe fetar dhe advetar, shtetëror, është më i madh se sa ai individual partijak. Dhe marrë dhe turp për ta. Marrë dhe turp për ata, po edhe marrë dhe turp edhe për neve që o jepëm aty në votat.
e i bina pushtet. Pse si po në pushtet, pse hi për ti, ta shko me të rëzu të i qofte me dëmtu e Kosovën tonë, kje i bjesht që shka thonë populli më heret, për i natë të res, më dekte dhe djali. Jo mërë ty bët, reja ka bëll, djali më e jep jone. Jo mërë se djali është i shtrejt, reja shkën vjet tjetra. Edhe kryetari shtetit, kryeministri, letë qëndran, a i sa të qëndran, a i ka në pushtet, Kosovë është me shtrejt. Se sa minruë për dit. Por kjo të regon edhe në anën tjetër pjekurin ton dhe vedjesimin ton politik si popull dhe si shoqëri. Allahu në drejtoft, në mëshiroft, në adhëzoft, e në hajrë tonëve në qoftë. Amin. Për punën e vetvrasjeve të i bojnë 4-5 pyetje, Allah të ndëroft. Vetvrasja është fenomen shumë trishtues dhe i poshtër, edhe shumë i nënçmues dhe i randë, dhe i pakapshëm, dhe i pajustifikueshëm në asnjë mënyrë, por mungon vetëdijsimi. Vetëdijsimi fetar është elementi kryesor dhe këç i cili i shtyen njerëzit të bojnë vetvrasje. E për punën e dohanit ty Allahu në xhennet qoftë, të suni bind ata për dohan sepse ata e pinë, edhe xhallar që pinë dohanin të suni bind. Ja. Edhe xhallar të cilët e pinë dohanin pjesën dërmuese apo absolute tyne me thonë, nuk më një bind që dohani është haram, ata e din fort mirë. Po si afkana. E din fort mirë. Dhe ati zotnistit që rrën me të thuj, që që thashën e një sot një X personit në Kopenhagen e një xhami, a banë më të rëku veç një të mirë, një të gjojë që e ka dohani. Jo se ka tha po ta në pinë, po dhe. E kur s'ka të mirë, ata në islami, islami është i mirë dhe urdhëron për të mirë, apo islami është i mirë dhe urdhëron për të keq. La ilaha illallah. Nuk ka nevojë filozofu për dohan. Marrë është me dal një mjek, një intelektual, një psikolog e tjerë, të cilët merren me dobi dhe dame të dohanit e me bot dohanin haram, ai nuk thot me emën haram, por me ndaluar në mënyrë të prerë, ndërsa muslimani i cili duhet me bë punën për Allah, veprën për Allah, me thonë se haram, marrë është e punë. Është edhe hoja aty, ta ka shumë e komplet. Është një më falë mas tinaj, apo është haram më falë mas një hojë, që është i flish, atë nuk e praktikon fena sa në vitët vetët jam i paqë, a nuk është i paqë heq, është i flish. Shma të zëtë e kom pa në sytë mi... Nuk është kultur. Nuk bën me akuzu e vlaun. Ty mos të falë të vlau, shkon në rrugë xhamin. E para. E dyta. Edhe mos pëlqeft hoxha, namazin dohet me falë nëse nuk ke xhami tjetër. Por mos gat mohabet dhe jarani shoqëri. Falë namazin edhe që shkon shpitane. Mos krije shoqëri me hoxh, nuk e ki pa tjetër me kriju shoqëri me hoxh. Namazin dohet me falë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Falnu khalfa kulli birrin wa fajir." Falnu pas çdo njeriu të mirë edhe të keq. Të keq ka për qëllim gjunaqar, edhe gjuna të madh që bën. Të lutem. Edhe gjuna të madh që bën, ne do të më falë mas tina, o musliman. Nuk shka ne mesele. Hoxha, pse bën një vepër tillë që të seke ti që nuk është mirë pe i te me të seka të vepër këto, sepse këto ka njerëz serioz, e nuk bën, pastaj është gibet, është përgojim, e nuk qëtë ndritë kur gjuti me këto. Ti po dënë më të shfry, si e mushun në ta. E unë qa me të bën? Nuk bën Allah, thuj la hawla wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, këshillo hoxhën, ka dale, ose në telefon, jo para militit, nuk që më pesh këshilla kur që hesht. Edhe fal namazin, edhe hek, thuj me këtë hoxhë, unë nuk mund të krijoj raportet forta, shoqërore dhe miqësore, por jo na sprovu me te, namazin mas ti do të me fal, sepse s'me e humbi sevapin e madh që ka namazin me xhamat për hatër të hoxhës, apo shirrë hoxhës thuj që dushti, nuk ja vlen asnjëherë. Kjo nuk është rrugë dhe menhegj e ehlesunetit dhe xhamatit, tregon ty vllau. Nuk është menhegj, rregull e ehlesunetit dhe xhamatit, është prej sahabe, e radhas të poshtë, është më falë, mas çdo njeriu. Dhe do me ta sill një shembull, Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu,
dhe shumë sahabë të tjerë janë falur pas Haxhaxhit, i cili i ka pasur duart jetë zhytura me gjak, por krejt trupin e vetë zhytur me gjak, a i ka dirë gjak shumë. Edhe gjak të sahabëve, shokët pejgamberit alayhi salam, por megjithatë Abdullah ibn Umeri për të ruajtur unitetin e muslimanëve edhe për të treguar muslimanëve se dohet me u falur mas çdo njeriu të mirë dhe të keq, përderisa thot la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, është falur mas ti. Të lutem, namazin dohet me fal. E dersin e tina mos ja merrti, s'ka problem, ke hoxhallar tjerë që ngon, po kjo vlen jo vetëm për ty, ti e bën sebeb, Allahu të ruajt, por për ton vllaznin edhe motrat, po vllaznin veçantisht ata kanë obligim namazin me xhamat. Për të ton, në xhamin që kemë të afërt, shkon falesh, e për ligjërata mos pëlqefshin, s'ka problem. Elhamdulillah ke internetin, e ke CD-ja, e ke telefonin, edhe mënyra tjera nëpërmjet të cilave mundesh me marrë fatva prej kujt na të dush. Hoxha nuk guxon, nuk ka të drejtë me të obligu ty me marrë fatvan prej askujt. Prej meje për shembull, asnjë mos e merrni. Unë kam drejtë ta obligoj askant. Po unë kam përgjegjësi të flas. E ti dhe ai dhe ajo prej kujt i merrni, është drejtë juaja, por duhet ta respektojmë njëri tjetrin. Allahu të ruajt. Shkojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Makbulja nga Suedia dhe kam dy pyetje për Hoxhën e nderuar, e përshëndes dhe i dëshiroj mirë të ardhën në Suedi. Faleminderit motor, vazhdoni. Këtë pyetje e kam nënshtru të Shaban Murati, po nuk kam mujt me ngu për kushërinën teme kjo pyetje. 16 vite ka martes, nuk ka fëmijë, dhe doktori ka thënë që nuk mundet ajo me lind. Edhe kjo dëshiron ta merr një fëmijë pindom, mirë po nuk e di familjen e bebes ku e ka, dhe ajo thot që kur tritet bebja duhet mi kallëzu se ka e ka prit. Dita pyetja është, kam shumë respekt me një kolegë time është suedeze. Ajo është, du me thonë, krishtere, por shumë respekton dhe shumë sellet mirë me mu. A e kam gjuna ka një herunat e qërosi, du me thonë, edhe shumë mirë shkoj, a kam gjuna që shumë ashtë sjellshme edhe shkoj mirë. Që çështja e adaptimit, mendoj se ajo kushërina jote apo çka patë ti ka të qartë se me adaptue për me bot falun është haram, por ajo e ka problemin se nuk ja din familjen bebes së vogël, se cilës dohet me i tregu nesër kanë ka prind. Jo, nuk është paqare me nga mja ly prindin, që nuk e ka bërç, sepse kjo nuk e ka faj prindit i cili e hudh fëmijën në rrugë edhe vet ik hupel shatoka. Kjo s'ka faj. Kjo e ka obligim nesër, pas nesër, mas 10 vjetë, 15 vjetë, kur të shet që është e përshtatshme edhe e kapshme për mentalitetin e asaj vajze, me i tërgu me thonë, te ke pas një fat qështu. Unë nuk e di kush është baba dhe nana e jote, nuk e di, por unë e di dhe kam bërç me tërgu se unë nuk jam nana e as baba e jote. Kaq, përfundon çdo gjë. Nuk ka obligim më shumë, kur që. Për sa e përket informimit për prind. Mjafton kaq. Ndërsa çështja jote se sillesh mirë me një suedeze dhe ajo sillet mirë me ty, kjo është parim islam, Allahun xhenet qoftë. Kjo është parim islam, mos sill mirë ndaj të gjithëve, muslimanëve dhe jo muslimanëve. Është parim islam. Dhe ti që e qarros apo i pagun asaj shoqës tone, kolegës tone, sadak është edhe është shaj prap i kulturës tante, edhe inshallah ti ki më bë sebeb o Zot edhe ajo me pranue islamin e me depërtue nuri dhe drita e Zotit në zemrën e saj. Vazhdo këtë rrugë me te, por gjithmonë lidhja me fe, thuj mu feja më ka gdhen, nëse kam do një të mirë e kam prej fejës. Nëse kam do një cilësia po virtut që ty të pëlqen,
Unë kanë veç prej fesë, se ty bën kofsha ku me diqka, po Allahu më ka gdhend, edhe Allahu më ka bot til në përmjet nurit dhe drites të Allahu të Azza wa Jall. Vazhdo këtë rrugë, Allahu që përbleh. Edhe patëm një pyetje shumë se me fali namazin këto, po është problemi se desha të konvit me shampun, sa shampuni më leo, këta shampunet ishin me alkohol. Po? Që ta patëm një pyetje, hojnë të në që më pyetje. Keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, të që kjo është. Përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam. Po, Allahu alem, shampunat të cilët kanë sasi të vogla të alkoholit, bashkë me parfymet, bën me përdor ato. Ato bën me përdor, nuk është haram, sepse është kimik, pastaj ai tretet dhe humb, edhe shkon, po, njëjtën gjashtë të parfymet, nuk ka dërt. Desha ta pyes një pyetje lidhur me adoptimin e fëmijëve. E përmendi se si fal e lejuar, por në sakon të dëgjuar adoptimi i fëmijëve për muslimanët është ndaluar. A është vërtet ajo? Ky pa thot, adoptimi është haram. Po, ka lexuar dikun se... Për një ide në që pa thojmë? E në që pa thojmë? Pa në përthëm adoptimi haram është me Koran, o musliman. Adoptimi është haram me Koran, por motra tha, me marrë ndë një thmi, ka thonë këshërine e me për çka për për me rritë, vëlla. Me marrë ndë një thmi, i thuhet me adoptu, por jo me adoptu, me marrë thmi për me rritë. Me marrë thmi unë, me rritë, edhe tani me i tërgu, se motra tha për me i tërgu, për s'pja din prindin, e për dire se e merë për me i tërgu, dhe me thonë nuk e merë me bot vetin, por e merë vetëm me kalu kohë me te, me fitu sevap me te, me nxjerrat e për rrugëve, me mësu islamin me emër të Zotit, edhe në fund me të regu se nuk je bia ime, por kime qenë bia ime në respekt, po, në respekt, ndërsa jo e gjaku tem. Po vëlla, nuk kena më spajtim, por ndoshta nuk më kuptohet i mirë, apo ndoshta nuk është preha mirë. Adaptimi është haram me marrë me bot tonin, ndërsa me marrë një fëmijë për me rritë, me njet me i tregu, nuk është haram, është sevap. është sevap. Nëse litë në fëmijë, a do cilën do, apo do të knohet të zonin e vesh që i knojnë? Shumë kanë thonë se është mirë me athirë zonin veshin e djathtë dhe kametin veshin e majtë, po sa të lindë. Fjale e parë me shku në vesh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, që funi e zanit. Djathtë në të majtë kameti. Me fillu e jetën me la ilaha illallah, edhe në fund tjetë sa tje para se me dek të dek, me thanë thuaj la ilaha illallah, që kënëm talkini para se me dek. E fillan me la ilaha illallah, dhe përfëndon me la ilaha illallah, dhe inshallah dhe kem rana këtyre dyve fillimit dhe fundit, është me la ilaha illallah, dhe shpresohet që shkan të i madhi Allah Azza wa Jall. Po, nëse se kënë thira zani, ka bëth mjën e 2 3, tash më shkryja, po mësë ja thërni, janë gjithë një amen të mirë musliman, jo të beteraft, po një amen të mirë të marë që ka hije muslimanit, edhe ja prejnë një kurbana, po të dënë pa që ta ka dhe mundësi ditën e 7, po më smushit 7 të 14, po më smushit asat të tërë mes tyne, po, e ndash hanë, ndash shkep në muslimanve, ndash se të dëni, edhe runja flak në ditën e 7 është mirë, dhe në pesh të flakve, me dhanë sasi sadaka, ari apo argjent. Allahu e boft, djallë të mirë, e babë të mirë, e plak të mirë, e dvyshëm, e dëbëshëm, insha Allahu Teala, për familje dhe për shoqëri. Zotërish e fshet, doktorën e kom një pyetje se 20 vjetë me një vëlla nuk kemi marrëdhënie të mira. Shkakti që e kum adaptuar një fëmijë dhe e kum dhënë se ai ka pasur vetëm 2 vajza. Edhe kur djali e martoi, kemi qenë dasëm, edhe më prej dasës, më tek nena, as nuk ka pas qef mu lajmërue që baba jëtë është në Holland e unë jam në Gjermani.
Edhe I kemi hu parlanjët me ta, as nuk kom kontakt, ta si një kanën me një mledhim, edhe nuk kur që s'ke shans, nuk kum pasën me ta, mu taku, a me fol, e deshta me pytun, për hatër të Allahit, doktor Shefshet, me bo, s'ka me marruhe. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ti në gjendje të keqe shumë, dhëmshme. Unë kam frikë që 20 vjet ti në gjëna. Ndash me vllahun tonë. Ke bo gjëna kura ke dhanë djalin vllahut. Kanë bo gjënata të cilët të kanë nxit dhe të kanë përkrah me adhan djalin vllahut. As ka ditë Zoti me fal vllahut të djala? Ke mujt me adhan veç për me rrit. Me maj 2, 3, 4, 5, 6 vjet edhe me artë të ti. Kur ja ke dhanë djalin vllahut, ka qenë dasht pastaj edhe me I rujt raportet. Me nejt djalet gati se është gjak I yti. Me nejt gati. Por në shtaktohen s'ke mujt me ba, apo se ke ba. Edhe vllahut është sjell te për keq. Edhe ti ke bo të mirë, ani pse e mirë nuk është e mirë të Zoti. Por ti ke nëmru se është e mirë, ai të ka kthyer me të keqe. Unë po mje shumë rënd që po ndëgjej prej teje, sepse po e di çfarë gjendje jetë mbrëmshme, apo po mund ta marr me mend. Gjendje rënd është kjo. Dhe të s'mundesh me qenë I qetë. Për 2 shkaq, apo për 3. E para, se djalin tënë se ke pa që sa është I yti. Dhe ki obligim me lyp djalin tënë. Sa do vlla metodat e kontaktit janë të lehta. Nëse vllau refuzon me taku me ty, ti dohet me bëj çmas me taku me djalin tënd. Ai tashmë është I madh. Kupton. Gjojnë në një mënyrë, a shko vetë, që o dikon, thuj dikujt, në përmjet dikujt, që është ta mërmendja. Me djalë me kontaktu, a me telefon, a drejt për së drejt, e tjere. Me djalë me kontaktu, edhe ti edhe nana e vetë. E ka evlad, la ilaha illallah. Evladi me të hup një ja para syve, me ta këthy shpinën, do këtë se dënja e ta ka këthy shpinën. Po me shku me vitë dhe mës me ditë, qka ka bëhet me te, kiameti ndryshe nuk është. E kam fjallën bela e madhe, sikur që shët populli krisi kiameti. Çështja e dytë I presht me vlla, edhe është gjëna në veti, në pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka numëruar prej gjunaheve të mëdha, për dhe Allahu në Koran shumë na ka shtrëngu punën e vllaznillakut. Dhe pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam se prej pasojave të mosfoljes me vlla, të leqitjes me vlla, që është një fenomen shumë I përhapur të shqiptarët, sepse dreqi I mallkum, ajo dreq, emre ka dreq, edhe është dreq, edhe ka me me dreq, ndesa të hinë në xhehenem, shumë gjenë hapësirë të shqiptarët e tonë me I përqa vllazillakin me zvit. Në veçanti, pasit martohen. Në përmjet grave, shumë herë gjenë hapësirë. Allahu na ruajt, e prej gjunaheve të mëdha, është me prish me vlla, e prej pasojave, që ka thonë pejgamberi alayhi salam, është se Allahu nuk fal ata persona derisa të pajtoj me zveti. Nuk I fal Allahu azza wa jall. Tan dy janë, tan musliman të fal, e juve dyve nuk ju fal dhe ata që janë bashkë se ju. E treta, punë të mirë nuk I ki me Zotin, për derisa se ki mirë me djalin tan edhe me vllahun tan. Andaj mundohu vllau do të më dal hakësh. Koft me vogël, koft me madh. Vllazëllaki nuk qyret I vogël e I madh. Se mund tjetë I vogël, po dreqin e ka të madh. E ta shtie I madh, por s'ki dreqin, apo ki dreqin e vogël e largon kallaj.
e thënë, ja the hund, e shkon të vllau. E I flet vllaut. Nuk ka marrë me shku të vllau. Edhe nëse ai të ka leqit, e me fol me ta. Një herë, e 2 herë, e 3 herë. Më mundu me ran lidhje me vlla, po edhe me djalin tan. Gjithsesi vlla. Mos e lekit punë për izat Zotit, asnjë ditë. Kape telefonin, nëse kontakto, Holanda dhe Gjermania në kam me pas zori shkon, bën ja çaren që është dush. Mos shkosh te shtëpia, shkoj në punë, deri në rrugë përpara, që është të shesh konsultov me rrethin tënd të ngushtë, me ata që njohin juve dy palët, që a dojnë të mirën dy palëve, këtë punë me hec. Këtë punë me hec. Harro të kaluarën, mos e përmend darsëm, pa darsëm, më thirrë, e tjerë, harro ato. Por thjesht, vëlla, ka marrë malli, me të pa, me nejt, shkeme një politik, pa e qortu, por duke kërku ka pak falje, edhe të njëjtin mënyrë, me depërtu të djali, më taku, më kontaktu me te, ka marrë malli me të pa, për një vjetën shumë shqetsun, shumë të mërzitun, veç më të ranu, së më mërgjumi, së më I punoj, e tjerë, deri sa djali të kupton se vërtet, edhe nëse të nëmëron ty miq, se ka mundësi të nëmëron miq, nuk nëmëron bab, deri sa ta kupton se ti vërtet ke nevojë shumë me kontaktu me te dhe me bajt lidhet me te, dhe e fundit, e që shumë e rëndësi, bën doa shumë, Allahu me ta kthyje djalin, lutë Allahun ti, edhe gruaja jote, edhe familja juaj, edhe të tjerë që po na ndëgjojnë, I porosis me bë doa, me ta kthyje Allahu atë djalin me zatet me te, Allahumma amin. Kam filluar tash ta mësoj namazin të falen, por nëpërmjet CD-ave dhe nëpërmjet internetit, për shkak se nuk kam këtu asnjë njeri për fat keq të afër që mund të më mësoj alis. Edhe kisha një pyetje momentalian duke I falë veç qatet për shkak se mos po I përzi krejt, e tana kur të mësona alis një falje dhe sunet. Por ajetet kuranore dhe suret që I lexojmë në namaz, ndonjëherë për shembull kur kemi më shumë kohë për namaz, marrën kohë pak më të gjatë, a ka diçka të keqe nëse unë I them ata njëherë arabisht si normal si krejt, por edhe shqip, për shkak se kur I thom, kur e di se çka thom në gjuhën shqipe, ndjehem pak më ndryshe. Falendero Allahun, falendero katë sillesh që ai ka lëshu rahmet, la ilaha illa Allah, në mesin e familjes, e rrethet të shoqërisë, të cilët nuk I bin Zotit në sejdë. Dhe kjo është një fat I keq. Për ty dhe familjen tënde, për nanën tjetër është një privilegj që Allahu të ka dallu dhe të ka veçu. Fali veç farzet një herë deri sa të mësohesh ashtu si thënë, nuk ka as gjatë keqe me I fal veç farzet Allahut azza wa jall. Në rregull është krejt, fali veç farzet, por pjesën e dytë jo, që themi thon ajetet kuranore në gjuhën shqipe, pastaj në gjuhën arabe, pastaj në gjuhën shqipe, jo. Nuk bën. Për të kuptuar më mirë, ti I lexon më herët, për shembull elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in deri në fund, ose inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar, e tjerë, lexon shqip dhe në kryet tat e fokuson, e mbjell, e fut kuptimin e këtyre ajeteve. Që 13 vjetë që në martu edhe 30 vjetë, s'kan kuror që ka me ndonë të me atë kurore. Nëse janë martu e që martu 2 aja, me mësit një që janë martu e prind dhe prind tonë dhe prindve tonë dhe kështu me radhë, ajo është kurore plot edhe halal dhe çdo gjë është në rregull deri në kiamet. Për pasaj nëse ka ikur vajzën, po dhe nëse ka ikur dhe masa ndja kanë bo për hajrë, ajo është justifikuar. Me moment që kanë bo për hajrë, ajo punë më që quhet kuror dhe liqa. Dhe përfundon kjo mesele më së lodh. Por kjo jotja është e madhe dhe ti ka e hallë dhe dertin tënë që ke la namazin Allahu drejtoft ja Rabbi, inshallah nuk nxen vdekja këtë gjendje. Që e ka thue la ilaha illallah po bona gati për namaz po mdel punë. Thuj ti namazin e kum lanë mas dore, kum qitë të dera që atje.
edhe nuk po du me ni për ta, se kom pun tjera ma të meqme dhe ma të mira si mbas teje. Ke frikë Allahun, te vëdi që po thue. Që shele njëri namazin, e qka të mbetet tyje prej dinit dhe prej imanit tënë që e le namazin, kur të lesh namazin, qka të mbetet, kalzam. Kalzam, qka kiti prej imanit kur e le namazin? Lanja namazit e, dhe qka do me thonë? De facto, kjo i bjen se ti ke shkputur marrëdhëniet me Zotin tënë sikur qaj për para me vllahun e vet e me djalin e vet që thash flas që 20 vjet sa ke. Njëjt. Ai ka shkputur marrëdhëniet me vllahun dhe djalin e vet, ti ke shkputur marrëdhëniet me Zotin tënë. Edhe ke thënë Zotit tëna diçka tash e tutju në s'kam nevojë për ty sepse më dopi burrit e bëm me ku dihun, runa Zot. Po, edhe je pavarësu prej Zotit. Leat me sele më zvet për kërkanas, mos të interesojnë punë të tjerëve, po të shpirtit tënë. Pastaj, diçka do me thona, je më falë 3 vjet, 5, 7, 10, më pak e më shumë, e me la namazin. Ajo do me thonë, krejt qaj ke bo me heret më të rënue, apo dy mërë që po bënë. Qëmërë muslimani le namazin? Qëmërë muslimania e cila e beson se Zoti është. A është Zoti gjallë, atë sheh, atë nin, e dina i ku jeti. Po, a kime dalë para ti nesër, a kime dek, e që le namazin? Qëmër le namazin? Po, mirë me la bukën se sa me la namazin, bre. E me la në burën, e thmin, e prindin, e shpin, e dynjana, ke sa me la namazin. Po, prishesh me dynja gajle madhe. Te po thujmë prish me burë. Ta është në prish edhe me zëta? Te ku ke prisht edhe me burë edhe me zëta. E votër. Regullaj raportet tua me Allahun. Allahu këmë ta kompenzua të nevoj që e ke për burë. Allahu nuk le, to i motër. Me Allah nuk bërë më prish. E me dënja nuk ka fort problem. Nuk ka fort problem. Është me rëndësi, po nuk është paqare. Ruj raportet tua me Allahun, përmirësoj raportet tua me Allahun. Që më ravdes, se ka hi po më do këtë kohë e atësis, e bëri stikfar të Zoti, e fali 4 recate farës e atësis, e më ndohu me kajt, me bo qëllë vendin ku i bjen seqte. Tu pëndu të Allahu, as Zogjel fali ka dale dhe mirë, dhe jepja besen Zotit se më derit, pështjellin me qefin dhe del shpirti namazin nuk e me melon. Thujo, Zot, falëm për këtë kohë se kam falë namazin, e mos me ta marrë Allah shpirtin pa namaz, që motër për i zetë Zotit fal namaz. Që u fal namaz, la ilaha illa Allah, e u shqe shpirtin tënd, e knaqe Zotin tënd, e drejtoj atina dhe lutë me zemër të thyer, me të rujt atë fëmij, e me të rujt shëndetin, e me të rujt imanën zemrën tënde, se imanën e ke shumë dopt e është ka vdes. A imanë ka vdes, Allah të forcoft, ja Rabbi. Një pyetje, rreth një librit, a ka mundësia është në kohë që gjinë në Kosovë një libër e Hanefive, e Mopnishës, që që ka praktikuar Sunetin dhe që ka praktikuar Islamin? Libra për Hanife nuk ka sa dohet. Ka diçka kur që ka ishë Kosovë atje, shka në për libraria të Islamit që janë, dhe gjenë me emër të Zotit. Ato nuk të mjaftojnë sa dohet për gjenë prapë, diçka gjenë. Por e që ka përdu me thonë është këta pak sekunda, se njerëzit nga ignoranca e tyre, mos dija, por nga njerë dhe nga inati, manipulojnë me imamin e madhë. Ajo është imam i madhë, djetar shumë i madhë, i cili ka qenë shumë i përpikt në praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që kanë qenë përpikt edhe ulemat e tjerë. Por njerëzit e kesh përdorit disa emrin e tij, edhe disa të tjerë runa Zot edhe tallën nga pak me te, ngarkohen me te, ai tashmë ka vdek, por edhe shkaktojnë përqare mes muslimanëve. Po. Dhe emri i tij na sot mjeresht shumë herë përdoret edhe në nënçmim për dikant. E nënçmon kur don me nënçmu dikant thotë ju jeni Hanefi.
kjo mëkat i madh, sepse rrjedh nga një inati apo nga një zemër e cila është e mbushur me ignorancë. Dhe kësaj i thojnë Islam idiotizëm. Kur të thush muslimanit, shajnë në çmimi se jeni hanefi. Apo në anën tjetër, kur mendon se me përkatësinë e tij, me dhëhebe dhe shkollës jurdike të hanefive, i lejohet atina me bo bidate, e risi, e gjenahe, të cilat i bën jetën e përditshme si puna dohanit, si puna rrumës së mjekrës, si puna lejimit muzikës, si puna praktikimit bidateve të namaz, dhe shumë gjëra tjera, të cilat e Ebu Hanifja është shumë i pastërt, edhe larg të në këtyre gjërave, dhe për kondrazi, Ebu Hanifja ka qenë një prej atyre që ka shtrënguar gjërat më së shumti, për shembull, për çështjen e mjekrës dhe të muzikës, asnjë prej dietarëve të 4 mëdhëbeve nuk e ke që ka shtrënguar më shumë se sa ka shtrënguar Ebu Hanifja. Për atë arsye ne sa herë kemi thirrur edhe thrasëm, edhe këtë rrugë do ta ndjekim edhe me të emër të Zotit, se ne duhet të kthehemi shkollës juridike të pastërt në esencë të Ebu Hanifes, duke pasur parasysh se shkollë e përhapur në shumë vende të botës e prej tyre tek në Ballkan, në Evropë, e pasimi shkollës tin, por në bazat shëndosha, është nuri, është dritë me emër të Zotit, dhe është praktikimi i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe praktikim i rrugës e traditës së sahabëve të ndershëm edhe fesnik. E kem nevojë këtë drejtim të punojmë shumë, por rezultati është ignoranca, mosdija, që rrjedh nga dy palët, edhe nga imamat të cilët nuk e njohin mëdhëbin Hanefi, po edhe nga xhamatit të cilët nga një herë ata nuk e njohin më dhe hiç, edhe kanë guhen pak sot gatë, edhe ja akuzojnë pastaj imamat që në një farë mënyrë kanë të drejtë, dhe lind ka pak mos marrëveshje që tashmë është mëkat në vetë ai, sepse muslimanët duhet të rrasin në unitet dhe në bashkim, e jo me shkutu për për të bashku, e kështu me radhë. Krejt rezultat është i mosnjohjes, si parimeve të shëndosha, në herë të dinit krejt, si islami tërë e pastaj të kësaj shkolle juridike, apo të pronarët të kësaj shkolle të Ebu Hanifes, Allahu e pas më shëruar atë edhe tonë muslimant. I kam dy pyetje. E para është, kam disa lira, varëse, tarit, që e kanë të gëllendur kokën e njeriut. A ku 3 këto varëse me imbajt, më të është haram, ndërsa pyetja e dytë ka të bëjë me besutnit që ju kemi besu deri vonë dhe hala kemi frikë se mos ka diçka të vërtet prej tyne. Inshallah Allahu na fal. Amin. Mi qitë teshat jashtë mund tërë robat, pra që i kemi la, është gjuna me i marë mrena nëse i ka përëndu djele, nëse i ka ndonë aksham jashtë. Ajo është shirk, motër. Mund që të pej dinit krejt. Nuk kem puna me to. Nuk ka ditë saktuar kur bën me la teshat e me la trupin, kur me shtri teshat e kur me tërhjek prej vigu teshat, a natën a ditën, a pasët përëndo djeli, a pa përëndo djeli, lihat mesele, shia të sa në krejt. Me besit ti nuk kem pun kur gjë, nesi musliman. Nërsa për pun të lirave, ato lira se kam bashkëqartë se pëthuti se s'pëdia kam pa, por koka njeriut nuk është formë e qartë që a kiti aty e para, nuk është e qartë. Mendoj se është lira shumë e vogël, e nëse nuk është e qartë fytyra e tina, edhe në ndë, edhe mban mbrana në trup, nuk e mban jashtë, inshallah nuk ka dërt. Po thëmë inshallah me pak rezervë. E kam një vajzë 2 vjeçare gjysë dhe që nuk ja ka njës me full, jam shumë e brengosur të sa, edhe nëse
që jam bilen që shkon që ka për shterna për shembull, si për shembull të posti, a është gjëna? Nëse vajza nin, ajo edhe ka me fol me emër të Zotit. Nëse nuk nin dhe nuk qëtë za, ajo është për të shqetësum. Dërsa nëse nin dhe qëtë za sot dhe pak, me emër të Zotit ka me fol. Shoh ju i motër, ju shtyhet folurit. Ndikujna i shtyhet të hecërit. Ecë vën, ndikush flet vën, e kështu me radhë. Këto e caktimet Zotit. Nana sprovohet shumë me fëmijë natyrisht, për atë arsye fëmiu ka shumë obligim ndaj nanës, sepse nana hjek me fëmijë. Po nanën tjetër nuk pengon kjo aty as pak me u konsultu me mjek, me njekë rrugët mjekësore, po edhe me qute naj vëllai cili bën rrugje qikës vogël, edhe kjo nuk ka sen të keqe. Dhe me bëdo, inshallah Allah azza wa jall, jetë fillon e flet. Dërsa me shkue për të bimit që ka vëzë gra, varet për çka? Nëse shkon si shte për 8 mars, e jo, sepse arsyeja e të bimit për 8 mars është haram, fest e cila s'ka vend kërkon islam. E nuk jem puna me festat huja, vitrije, kërshëndele, 8 marse, e tjerë, për neve ato nuk kanë vend, janë haram. Tu du me ditë sharimin prej hoxhës se fest, çka simbolizon kryqje? Qatë ka thona e ty? Ka thonë që unë i kumë thonë tjetër qysh, aja ka thonë tjetër qysh, aja ka thonë që kryqje simbolizon që u betu me rrenja, ka thonë që unë jam, për të më thonë, jem betu në, unë edin shpirti jam, edin shpirti jam, edin mendje jam, edin me loqe jam, ka shmot ka gjot, për që nuk umbone gabim. Për të me ditë me sharimin e hoxhës. Do ta merrni një përgjigje. Selam aleikum për ju. Ja, multëria. Atë pralla. Atë pralla, thashë thonë, ose ja nuk e din, një me nuk e din, e shumica ty nuk e din, ose ty s'ka kallëzo mirë, ose ti se ke marrë vesh mirë. Kryqi tek të krishterët simbolizon kryqëzimin, sakrificën, thojza e birit Zotit tek krishterët, dhe vetmin të hasretit që themi ne, që e patë Zoti, e zbritin tokë dhe atë birë dhe vetin për hatërt njerëzve, për mua falë mkatët e njerëzve, cilë mkatin e prindve tyre, të Ademit dhe të Havës, që e këshin bo, kur ka qenë në gjennet, edhe tash atë mkat e kanë trashiguar gjenerat pas gjenerate, krejt njerëzit, deri te Isa, e tash me Allahun këtë kohë ka vendosur që atë mkat ta pezulloj, të afali rëbëve ti, edhe mos ta trashigojnë me gjeneratat e tjera, e çfar forme zgjedhë Zoti për me afali atë mkat, e dërgoj në thojza birin e vetë vetëmin, të cilin e dërgoj në formë të njeriut, dhe a i bir, posa o rrit, pranoj me o sakrifikue, me o bo kurban me fjallorin ton, për hatërt njerëzimit, të popullit, të thtarve të ti, dhe pranoj me dëshirë, me u gozhduar dhe e gozhdun, gjithsesht e kryqëzun, njeriun, të birin e Zotit në formën e njeriut dhe herthojnë në njeri, dhe pastaj Allahu azza wa jall me këtë sakrificë, me këtë kurban, e ja falim katet njerëzve, e mas pak ditësh, 3 ditë ma pak ma shumë, si mbas transmitimeve tyne, thonjeve tyne, kinse e ngriti prej vorrit, e ngjalli dhe e qoj nalt në qiell. E morrëve diçka ja. Që shtu e kanë ata. Pra, kryqi tash si kryq, prej drunit, prej hekrit, prej metalit,
çfarë do të qoftë, e simbolizon kryqëzimin e Jezusit të Saut, thojzat birit të Zotit. Ai sakrifikoi, ai u bë kurban, po edhe ne qatë sakrificë po e mbajna me veti e në gjaks, e në shpirt, e në muri, në kish, në kerë, e ku dhe qoftë. Në realitet, të krishterët ashtë ati lutën, mjeresht. Se heqë ati në kryqin e nuk di mu lutë. Ta shpevrit, le që kanë bërë në katë atje në sense në bazë që sa kërkon kur heq spin pun, spinuja e qështje, po të shkretit për gjëna tash edhe kur lutën, i lutën kryqit. Edhe kapën kryqin dorë, pothin kryqin, i lutën kryqin. Zoti hajre boftë Allah i drejtu. Për atë arsye, është emanet i juve të tanë muslimanëve që janë këtë Evropë, kolegët e punës, shoqët e punës, shokët e tjerë që e kanë këshite, mi bo davet. Mi avë të reguë haken dhe realitetin. Qysh ke fillu të bisedu me të kolegën tane, me vazhduat bised me ta, dhe me thonë se çështja e kryqit është barabar me zerra. S'ka për se punë kur qo. Ty bën pas kur qo. S'ka. Por me lexuti ka pak për fen tane, e me kallëzua sajnat mirat e fes tane, e ka pak edhe për fen e sajna. Allahu i madhruar ka thonë, inna salate kanat alel mu'minine kitaben mawquta. Namazi për muslimant është i caktuar, i definuar në kohën e caktune, që ka caktuar ligje dhe nëse. Në rastet tepër ekstreme dhe emergjente quhen ato që janë, për shembull, nëse njeriu qëllon pilot në aeroplan, apo është ka vallane në autobus nuk guxon me lëshu, apo ka ndonjë maqinë në dorë të cilën nuk guxon me lëshu për një kohë caktuar, sa i ka lënë koha namazit, e tjerë, ai dohet me fal namazin, qoftë edhe me shenja, me simptome, me isharete që themi ne, për shkak të shejtrisë asaj kohe. Për shkak të shejtrisë të kohës së namazit, e pastaj me bo kaza seresh, kur që kanë të shpija që ke vepru ti. Ani pse do të më munduhe në kushte normale me gjetë kohë 2 minuta me fal namazin. Dhe të të adresë një pyetje, para farzëve të drejtës, a ka sunet? Dhe të të adresë një pyetje tjetër, për një njeri që s'falet, në para Zotit me shtanë të vapi ka më dalë. Kush ka thonë që s'ka sunet para drejkëve muslimon, Allah në gjenet qoftë. Sunet para drejke ka 2 recate, ose 4 recate. Ma mirë me fal 4, po bën edhe 2. Dhe janë sunet për suneteve të forta, që quhen sunete muakkede, e që pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam se ai cili bën sabër edhe i fal brenda ditës 10 recate sunnet, Allah i madhruar ka për t'ja ndërtuar një pallat në xhenet. 2 recate para sabahut, 2 para drekes, 2 pas drekes, 2 pas akshamit, 2 pas yatsis. Në transmetim tjetër ka ardhur 12 duke jashtuar 4 para dreke. Është sevap i madh la ilaha illallah me fal sunetin e drekes. Po 2 ose 4. 4 më mirë, po bën edhe 2. Pasha Zoti nuk di me çfarë fytyre del para Allahut, me sjellja shkret nuk di me çfarë fytyre del para Allahut muslimani i cili nuk fal namaz. Ai mu kuqe, po. Por çai krym puna jo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pejgamberi alayhi salam ka thonë vepra e parë për të cilën pyetet robi i Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse kalon namazin, vjen shprehje me u pyet edhe për pyetjet dhe veprat e tjera. Por nëse nuk e kalon, nuk e jep provimin e namazit, nuk pyetet për pyetjet e tjera, për vepra tjera, por tërhiqet zhagazin xhenem, Allahu na ruaj. Çështja është tepër serioze me vdek robi i Zotit pa namaz. Allahu na ruaj me vdek pa namaz ja Rabbi. E kam një pyetje për hoxhën, vëllai jem të gjendet atje në Maqedoni.
Po? Di vllazni kam, edhe nëna jeme kam ma. Ka pas 500 pasqe, 2 hise ma ka dhanë vllazni, tu di vlaznive di, njani di qefit 1 hise ma ka dhanë mu. E tash vllai mas, shumë është po agresiv, se shembull don edhe një are ka shet në njëve për ata, 20.000 euro ja ka dhanë, edhe 200 pasqe ja ka dhanë, plus, i thosh peve shpijen kurajnë ke baba, që shete se këtë madhe nga kynarës teme, se i thot plus edhe këtë shqitet, gjithë më të ape kitë ati, e petrejsh me nanë e babën, që nuk i folen as nanës, as babës, as mu, as vllajt, as kërkujt na folen. Çfarë përgjigje për këtë vllajt ashte? Dërsa për punën e vllaut tënd, ai vllaun njeriu nuk ngihet te motër, insani është i unë. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk barke njeriu të nuk ngopet kur veç me dhej. Dheja ngop, s'ngihet kur. E ka qëllu i unë vllajut, dhe një marrë shpin hisen tanët, nanës, e vllaznive dhe milan juve nësa ka krejt, e vetë me thonë tani që anë e kam, po i pratë po mësë mërzitni, asë mësë lodhni heq. Ka një herë qëllojnë dhe djemë që ashtu, që i kanë kujtën e madhe, tani me bo me qëllu nana dhe baba të dëpt, i fshin vllaznin dhe motrat e tjerë, por ju se duke të kini nanën të fort, e me ndejt fort në vepra, jo të fort në trup, e cila va ka nda pasurin edhe se cili vend vetë. E ai që ka hidhuru juve është gjëna i ti, i juve nuk është. Ju do të me mundu me majt lidhjen, me i fol ati, ti kur të kesh Kosovë, ati e kësë në të tovë, do të me shku të vlau, qofte të dera, a i letik të shkën shpi, e le del për detare të hubë kësen, për detare tik të shkën të shpia, mi dëshmu Allahot, se ti e kem bajt lidhen parafisnore, sepse lidhen parafisnore është e madhe. Edhe temen e tokës mëse qelë kur heq për atë punë, mëse qelë, mëse letë. Kryesori japi vllaut selam, edhe të njëjtin gjë me thënë vllaut tjetër për motrave me shkuë. Të vllau, nashta don Allahu zbut, por unë mendoj se herë ta von kamera pishmani, por inshallah si bëhet van. Allahu ju rujt e ju drejtoft, e ju mëshiroft, e faleminderit për pyetjet e juaja, edhe për pjesëmarrjen e ju. Zoti den më së miri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po të nderuar vëllezër dhe motra, do t'ja dhojmë sërish fjalën pra doktorit dhe do t'ja dhojmë fund këtij emisioni. Doktor, Allah është përbleft. Unë përpunoj dështa të falenderoj një herë natyrisht të gjithë ndëgjues të mrekullueshëm dhe të këshilloj që të kapen fort për dinit të Allahut Azza wa Jall. E mos mashtrohen shumë as dunjas, sepse dunjaja për çdo ditë dikan po e han, edhe po del për kësaj dunjaje, e nesër edhe neve na vje fundi çka tjerëve më herët. Të punojmë shumë, të punojmë për ahiret, nashta për dunja me punu, nuk ka dert, por gjithmonë për ahiret punojmë shumë. Me qenë të butë, sepse shumë pyetje po na vijnë ankesa në lidhjen farefisnore, me qenë të butë dhe të gjanë, edhe turë dhe të meqë. Nuk bën këtë dunja pa ballafaqe me vështirësi të ndryshme. Jeta kësaj bote është e tillë, e do të më kanë sabërle. E i gjanë me duru shumë, me përbi shumë, për hatër, mas parit Allahot, që në ka ardhru, pas e për hatër vllazëllakut, të afërmeve, akrabas, edhe zëtën kjo është rrugë për të shku në xhenet. Zoti ju rujt, u arrujt familjet e juve, pasurinë e juve, shëndetin, imanin, u arrujt dinin, a mundsof me jetu si musliman, dhe me vdek si musliman, e morin gjallë si musliman. Faleminderit shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Deri javën tjetër inshallah taala, ndoshta Zotin nga Radio Kosova nga Prishtina atje. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ani halka doktorin nderuar, elusallahu azza wa jalla, insha Allah. Tash problem, me shpërblimet e mëdha,
për pjesëmarrjen tonë sonte këtu tek ne në studio pranë Radio Pendimit. Me të vërtet ishte kënaqësi e imja që t'i kaloj disa qaste së bashku me ty dhe të udhëheqim këtë emision së bashku dhe me të vërtet kemi pas thirrje. I përshëndesim të gjithë, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i shpërbej edhe dëgjuesit tanë që me të vërtet kanë tregu dhe tregojnë çdo herë që janë të gatshëm t'i ndihmojnë t'i dinit Allahut Azza wa Jall në ato mënyrat e tyre që kanë mundësi. Pra vëllezër dhe motra dhe nëra, Allahu ju shpërbleft me Xhennetul Firdausin që morët pjesë në këtë emision, na shoqëruat, pashtu edhe me të vërtet pyetjet ishin interesante. E përgatiti dhe e përshtati Studio Beka.com